të një subjekti politik të aleancës, unë mendoj që është dashur ndryshe pra. Pa dashur që t'i jap leksion dikuj se si sillet, ata kanë drejt të marrin vendime si mendojnë ata mas miri në organet e tyre, por nuk është gjetje e mirë, nuk është në dobi të Kosovës, kur thonë tërë gojen, plot gojen e kanë, se për Kosovën kanë bërë dhe bëjnë, edhe ata dhe të tjerët, gjitha, pa dallim partit opozit, ndërkohë që në fakt në dobi të Kosovës nuk është një sjellje e tillë inerte, madje edhe me kondicionalizma të tilla, pra me kushtëzime, ato janë kushte. Nuk janë kërkesa thjeshta, nuk janë ofertë. Ne s'po duam asgjë, veç po kërkojmë. Çfarë po kërkojmë? 6 kërkesa, miliarda vlerë. Disa prej tyre nuk kanë as bazë ligjore. Për shembull, 1 miliard për Prishtinën. Ndërkohë që ata nuk qeverisin me Prishtinën. Tash dojnë dalin ma fisnik se sa të tjerët, se sa vetë ata që qeverisin. Në rregull, nuk ka gjë të keqe, por du ta dinë që ka kritere në ligjin për buxhetin e shtetit ku marrin pjesë edhe votues, gjithsesi deputet si votues edhe të kësaj partie, fani që të ketë kritere përmbushse, pra është numri banorëve, pastaj territori i komunës, edhe shumë kritere tjera, në bazë këtyre caktohet buxheti dhe nuk mund të ketë kritere mbi kritere. Nëse dikush kërkon jashtë ligjit për buxhetin dhe parametrave, kritereve taksative që parashihen në të kërkoj diçka sepse është e papërmbushme. Anash anën politike të asaj kërkese. Ose për shembull interferimi në politikat e qeverisë. Ata janë aty, kanë përgjegjësi. Për shembull për gazin amerikan si kusht